Parlamentit, e kam fjalën. Ju keni qenë në protest vetë, se unë ju prezantova më herët, përveç se keni profesionin tuaj avokat, jeni dhe aktivist, apo jo? Keni qenë ju për shembull me... Kam qenë në protest dhe kam parë prej fillimi se si ka agravuar situata ose përballja me policinë e shtetit. Për shembull, çfarë ndodhi kur njerëzit kishin krijuar atë bllokadën, ishin ulur këmbë kryq aty përpara parlamentit për të pamundsuar daljen e deputetëve apo ministrave nga seanca parlamentare e cila kishte përfunduar. Ne pam që në mënyrë të beft të gjithë u çuan në këmbë, vrapuan dhe kuptuam që ndaj tyre ishte hedhur spray lotësjellës. Mandej ndodhi ajo që ndodhi, u përdor ujë me presion, po edhe gazi lotësjellës. Si ma përshkruani situatën që ndodhi aty juve vetë? Unë mund të them një gjë për këtë protestë, është protesta më paqësore që ka parë vendi ynë. Por t'i krahasoj me protestat që kanë organizuar partitë politike dhe këtu i referohem 21 janarit e bërë nga kjo parti e cila është në pushtet, mund t'i referohemi protestave dhe të opozitës aktuale dhe po t'i krahasosh mënyrën se si ka reaguar protesta këtë herë me krahasimet e protestave në pashë, mund të themi që është më paqësorja. Veza nuk është asnjë gjë për sa i përket se goditjes që mund të themi që është goditur deputeti apo një punonjës policie. Por çfarë kam parë në atë moment që ka filluar dhe agravimi i situatës? Qytetarët nuk kanë pasur në asnjë moment interes që të konfliktojnë me policinë e shtetit. Madje disa prej tyre kanë krijuar një kordon për të shmangur pikërisht të përplasjen e qytetarëve protestuesve me policinë e shtetit. Por një moment u agravua situata nga ana e policisë së shtetit sepse ata kërkuan që t'i shtyjnë me forcë protestuesit. Edhe pse protestuesit në një moment u ulën dhe nuk donin që të përballeshin fare me forcat e policisë së shtetit, ata panë që po i godistin me shelma dhe me gjunjë në kokë, në trup për t'i shtyr sa më shumë dhe për të krijuar atë perimetrin e sigurisë ndoshta për të lëvizur deputetët. Por në asnjë moment nuk kam parë reagim para se të ndodhte kjo nga protestuesit, reagim agravues apo reagim që kërkonte përplasje me policinë e shtetit. Pasi ka ndodhur kjo dhe ka filluar spërkatja me spray djegës të syve të protestuesve, atëre apo goditja me shkopin gome të protestuesve, atëre ka përshkallëzuar situata dhe nga ana e protestuesve që për mua është edhe ky një veprim jo i duhur nga ana e disa protestues, mund të them të gjithë, sepse nuk mund t'i veshim të gjithëve njëjtën sjellje, sepse ka pasur protestues cilët edhe pas këtij agravimit të situatës kanë shkuar dhe kanë komunikuar dhe kanë mbështetur, kanë ndihmuar oficerët të policisë dhe për t'i dhënë ndihmën, kështu që agravimi, nëse do të themi, ka ardhur pikërisht nga ky moment që ka dashur policia e shtetit për të shtyr perimetrin e sigurisë dhe për të nxitur që të ketë një lloj konflikti midis tyre dhe protestuesve. E kuptoj. Më folët pak më herët për gjendjen shëndetësore të një prej personave që ndodhen në paraburgim. Kishte kaluar edhe episode epilepsia, ju kishit kërkuar që ai të lirohej pikërisht për shkak të problematikës shëndetësore që kishte. Të tjerët si janë? Cila është gjendja e të tjerëve? Ola, unë u surprizova ku edhe brenda institucionit të paraburgimit të shëtinte thirrja Rama jepe dorëheqjen. Kjo ishte surprizë për mua, ndërsa përsa i përket gjendjes së tyre shëndetësore, përveç këtij personi i cili vuan nga një sëmundje kronike, siç është epilepsia, të tjerët janë në gjendje të mirë, janë të motivuar dhe kërkojnë akoma dorëheqjen edhe në atë institucion ku po janë të ndaluar. E kuptoj. Sot organizohet protesta e 34-të, nesër ajo mbar kombëtare ku pritet të ketë edhe një pjesëmarrje të madhe të diasporës. Çfarë do të ndodh sot? Çfarë do të ndodh nesër? Edhe sot do të ndodhi rutina e përditshme. Njerëzit do dalin, do të protestojnë paqësisht përpara kryeministrisë, do të kenë të njëjtat kërkesë dhe kërkesa kryesore është dorëheqja e kryeministit Rama. Nesër do të ketë një numër sipas gjasave sërish të lartë të pjesëmarrësve në protestë, do të jetë një protestë mbarkombëtare, do të jetë një protestë ku edhe njerëz nga diaspora do vinë dhe do t'i bashkohen dhe për të treguar që
Ne jemi një popull që duam të ndryshojmë këtë sistem politik 35 vjeçar, ne jemi një popull që duam të respektojmë të drejtën tonë kushtetuese dhe duhet të zbatojmë të drejtën tonë kushtetuese për të protestuar në mënyrë paqësore dhe për të ndryshuar këtë lloj kaste politike, për të kërkuar fillimisht dorëheqjen e tij dhe më pas për të kërkuar një lloj sistemi të ri politik, një lloj përfaqësimi politik llogaridhënës dhe që të jetë aty, sepse edhe dalja para parlamentit e qytetarëve protestuesve është pikërisht kjo, për të përballur me ata njerëz të cilët mendojnë se përfaqësojnë popullin. Deputetët nuk duhet të kenë frikë nga përballja me qytetarët. Madje duhet të dalin të sqarojnë se si është mendimi i tyre për protestën që qytetarët po organizojnë për 34 ditësh tashmë. E kuptoj. Nesër ndërkohë, prisni një pjesëmarrje masive? Padyshim që pritet një pjesëmarrje masive, siç është. Keni informacion sa shqiptar nga diaspora janë rrugës për Tiranë? Aktualisht nuk kam informacion të them, por di që ka pasur organizime që mund të vinë në grupe të përbashkëta për të mbështetur këtë lloj proteste. Ja kuptoj. Ju falenderoj për këtë komunikim që patëm së bashku dhe ju uroj punë të mbar në vazhdim.